sepse jo vetëm destabilizimi ka ndikuar në një numër hyrjesh, por ndikon edhe në faktin që vetë sektori, vetë industria e turizmit ka tentuar në një lloj vetë mbrojtje të marrë masa dhe këtu mund të kemi edhe themi një situatë jo shumë qëndrueshme çmimesh, një situatë jo shumë qëndrueshme rezervimesh, dhe kur të ngatrohen dhe kur të komplikohen rezervimet, vetë pronarët e strukturave fillojnë dhe mundohen të shesin në mënyrë pak më instiktive. Edhe kjo gjëja nuk e ka ndihmuar qershorin, kjo gjë ka penguar qershorin dhe kjo gjë na ka bërë që të jemi me numra të cilët janë tashmë alarmant sa i takon rritjes turistike që ne prisim si vjet dhe që ne kishim punuar të kishim dhe që nuk mund thot dot askush që ata që erdhën deri në maj erdhën në Shqipëri tjetër dhe papritmas Shqipëria ndryshoi në një qershor dhe deri në fund qershorit kemi një Shqipëri tjetër. Shqipëria është po ajo, kushtet janë po ato, çmimet ishin po ato, vendet janë po ato, ne jemi po këta. Ata që nuk erdhën në qershor janë ata që u shqetësuan nga situata dhe nga themi paqëndrueshmëria e situatës në Shqipëri. Dhe kjo gjë për mendimin tim, tani unë flas, jam i detyruar të flas si ministri i turizmit sepse nuk mund të flas si ministri i demokracisë. Po si ministri i turizmit më duhet ta them të gjë që njerëzit ta dinë. Pra domethënë ideja është që a ka mundësi ne t'i bëjmë të tëra, t'i themi tonat, të përballemi, të përplasemi, të ballafaqohemi e tjerë, mund të bëhen të gjitha, të gjejmë rrugë sa më institucionale, të gjejmë rrugë të cilat janë sa më të padëmshme për këtë themi forcë, këtë energji që vendi ka nevojë që të kishte përmes turizmit, sepse përmes turizmit nëse humbim gjithë. Humbin edhe ata që ne kemi dalë sot që me forcë t'i mbrojmë, pra edhe interesat e atyre që janë më nevojtarë, dhe interesat e shtesave sociale humbin, edhe spitalet humbin, edhe ato që ne themi shpesh në diskursin ton të përditshëm që kemi këto nevoja, jemi keq këtu, jemi keq aty, jemi keq aty, të gjitha këto që jemi keq këtu ande bëhen në rast se kemi arkat e shtetit plot, dhe arkat e shtetit plot do t'i kishim më mirë në rast se do kishim një turizëm që t'ishte në majet e veta. Ne jemi vendi i 6 në botë për raportin turist me banor, pra jemi ndër vendet e parë në top 10 të botës. Shqipëria është në këto vende sepse nuk është rastësisht, është sepse është mikpritse, është sepse është Shqipëria e dashur për gjithë, është një vend që ka riparuar në mënyrë të jashtëzakonshme reputacionin e vet, pra imazhin e vet, pra është një Shqipëri e cila sot do përfitonte nga të gjitha punët, djersa, mundi i të gjithë njerëzve, i shoqërisë, i bizneseve, i gjithë, jo vetëm i qeverisë, dhe do ishte në majet e veta në turizëm. Dhe për këtë më vjen keq ta ndaj me ju që